ushqimi kryesor i tyre është çështja e Izraelit, pra. Në fakt duhet ta përmeni këtu, pastaj dalëm prapë te pasarësit, të avangardave të Kutbit, por në vitin 1953 ky është një hap shumë i rëndësishëm i vllazërisë muslimane, të bëhen pjesëtar të vllazërisë muslimane nga të gjitha vendet në Jerusalem. Pra dhe jo rastisht është përzgjedhur Jerusalemi, dhe aty për herë të parë ftohet edhe një iranian, Nawab Safavi, i cili pastaj luan një rol të rëndësishëm në koordinimin mbar islamik. Pra, aty është vendimi i parë që Izraeli si shtet mos të njihet kurrë gjatë gjithë historisë së tij. E dyta, që problemi arab i Palestinës të shndrohet në problem gjithë islamik, dhe nga ky moment realisht fillon edhe ngritja e revolucionit islamik, pra nga ky njeri, nga 53-a, aty ka bazat. Jo nga Kutbi, nga Nawab Safavi, pra një iranian i cili është pjesëmarrës në këtë kongres. Dhe këtu, domethënë, është punu vazhdimisht deri në vitin 1979, ku edhe ndodh revolucioni islamik, dhe në të kundërtën, revolucioni islamik pastaj ndihmon vllazërinë muslimane me organizata si Gama Islamia që kanë ekzekutuar edhe Nasserin, ma vonë edhe Asadin, pra i cili kishte nënshkruar një kontratë paqe me Izraelin, dhe 2 vjet në talltjenitën e kishin ekzekutuar.